Kryeministri Rama dhe Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri inauguruan gjatë paradites ambientet e rikonstruktuara të repartit Zjarfikës pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Tiranë. Unë jam i kënaqur që sot këtë vatër që ishte rrezik zjarri në vete e kemi kthyer në një qendër dinjitoze zjarfiksash, këtyre njerëzve që në kushtet më të vështira, pas një lloj mbështetje logjistike dhe pas një lloj qendre për të zhvilluar normalisht aktivitetin e tyre të përditshëm, po kemi kthyer jo vetëm kushtet e nevojshme, por dhe dinjitetin e nevojshëm. Mira euro që në harkun kohort një viti i humbasin shtetit për shkak të i kushtojnë shtetit për shkak të ngjarjeve që kanë të bëjnë me shpëtimin ose me zjarrin. Ndaj kjo shënon edhe një pikë kulmore të vëmendjes së qeverisë lidhur me strukturën e repartit të Zjarfikës. Pyetjes së gazetarëve se si do të veprohet me zonat ku mjetet zjarfikse kanë të pamundur të futen për mungesë të rrugëve komunikuese, kryeministri është përgjigjur me një batutë të radhës. Zoti Rama, ç'do të bëhet me ato vende ku nuk hyn dot zjarfiksja? Aty do shohim si do futemi bashkë, unë dhe ti. Më pas vizita e kryeministrit Rama është postuar në ambientet e brendshme të repartit Zjarfikës, i rikonstruktuar me mbështetjen e qeverisë turke dhe agjencisë TIKA. Shefi i qeverisë ka përfituar nga tavolinat e pingpongut për të zhvilluar një lojë me varësit, ndërsa në mbyllje punonjës Zjarfikës zhvilluan një demonstrim stërvitor. Në këtë vizitë kryeministri Rama shoqëroi edhe nga prefekti i Tiranës, Sadi Vorpsi.